Pavarësisht mjegullës së dëndur në Kalan e Rozafës që prej orës 10 të së shtunës nuk kanë munguar vizitorët. Vëmendje të veçantë këtë ditë tërhoqi vizita e nxënësve të shkollës 28 nëntori të Laprakës, Tiranë, të cilët edhe pse një ditë me mjegull, shprehen se mbresat nga vizita në fortesën Mira veçare janë të veçanta. Mirë, por pak si ftoft. Po, do ta pëlqente më shumë po t'ishte koha më mirë, po gjithsesi prap na pëlqen. Është pak si mjegull, nuk shifet mirë rruga, por është mirë. Është shumë bukur, na pëlqen shumë Shkodra. Pëlqen pamja, pëlqen shumë Kalaja, pëlqen ajri, vendi, traditat, shumë e bukur. Diçka shumë e bukur. Thjesht na pëlqen gjithçka tradita gjëra. Kemi ardhur herë të tjera, ka pasur pa mjegull, ka qenë shumë bukur. Rruga pak e rëshqitshme, po diçka është bukur. Gjithsesi. Mjegull shumë s'na la me bo një foto. Me bo kështu në edhje ishte rrezikshme. A më kupton? Ishte gjë e bukur shumë. Shumë e bukur, rruga pak e rëshqitshme, po mirë, përgjithësi. Mjegulla ishte pak, na e bëri pak rrugtimin të vështirë, po është bukur Kalaja. Më pëlqevi edhe mënyra se si flasin shkodranët. Do ishte më e bukur nëse mjegulla nuk do të ishte pjesë e rrugtimit tonë në këtë Kalan. Pëlqeu shumë, Kalaja ishte shumë e bukur, ishte hera parë që e vizitoja dhe ka një eksperiencë shumë të bukur me shoqet e shokët. Por përveç nxënësve në Rozafa nuk mungonin as qytetar nga qytetet të tjera të vendit, madje edhe nga Korça, krahas atyre të ardhur nga shtete të tjera. Ne jemi nga Korça. Kemi erdhur të shohim Kalan, do kalojmë edhe lumin të shikojmë. Pastaj nga këtu do kalojmë në Kruje, në Lezhë, me familjarët. Familjarët kanë dalë ta vizitojnë nanen banë, unë qëndrova këtu. U kënaqëm, pavarësisht se koha nuk është me mjegull, na pëlqevi shumë. Kalaja e Rozafës mbetet dëshmia më kuptimplot e turizmit gjithvjetor në Shkodër, veçanërisht e zhvillimit të turizmit kulturor. Nga kjo pikë, vizitat vijojnë edhe drejt xhamisë së Plumbit, katedrale, Gjuadolit, Muzeut Historik të Shkodrës, Urës së Mesit dhe Kalas së Drishtit.